Buxheti është mbushur me mbi 4 miliard euro nga tatimet dhe kontributet shoqërore. Njoftimi është bërë nga Drejtoria e të Ardhurave Publike. Sipas këtij institucioni, në vitin 2025 në buxhetin shtetëror janë grumbulluar 4 miliard e 426 milion euro nga tatimet dhe kontributet, që është mbi 300 milion euro më shumë krahasuar me vitin 2024. Nga shuma e përgjithshme, të ardhurat tatimore arrin në 2 miliard e 334 milion euro, me çrast është shënuar rritje prej 7.5% krahasuar me vitin paraprak. Rritja është shënuar në vazhdimsi gjatë gjithë vitit, me një ritëm të përshpejtuar në pjesën e dytë të vitit 2025, kur është realizuar 4/5 e rritjes vjetore. Njoftojnë nga Drejtoria e të Ardhurave Publike. Të ardhurat nga tatimi vlerës së shtuar sipas Drejtorisë së të Ardhurave Publike shënojnë rritje nga 10 deri në 13%. Te tatimi i fitimit, rritja është më e madhe dhe atë 30%. Në pjesën e tatimit të ardhurave personale, pjesëmarrje më të madhe ka tatimi i pagave, i cili shënon rritje prej 10%. Te kontributet shoqërore janë grumbulluar 2 miliard e 92 milion euro, që është 145.2 milion euro më shumë se në vitin 2024 dhe përbën rritje prej 7.5%, thonë nga Drejtoria e të Ardhurave Publike. Sipas Drejtorisë të Ardhurave Publike, grumbullimi i lartë i tatimeve është rezultati i pagesës në kohë të detyrimeve dhe zbatimi i masave ligjore.